Ndërsa kryeministri Rama dhe qeveria u ka shpërndar bonus elektoral pensionistëve në fashën e 4 muajve të ndaluara me ligj për akte të tilla, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka gjetur sot artificat ligjore për të justifikuar joshjen e pensionistëve me bonus për vota. Partia Demokratike kërkoi nga KQZ marrjen e masave për bonuset elektorale, por Ilirian Celibashi, ndryshe nga 2 vite më parë kur justifikoi me faktin se ishin përballë zgjedhjeve lokale e jo qendrore, këtë herë gjeti një tjetër argument. Sipas Celibashit, vërtet bonusi u shpërnda në periudhë të ndaluar, por Edi Rama e kishte marrë vendimin përpara afatit të ndaluar me ligj. Qeveria e Edi Ramës vazhdo me të njëjtën formulë, duke miratuar bonuse ndaj pensionistëve, konkretisht duke shpërndar para për pensionistët disa muaj apo disa javë para zgjedhjeve. Ne gjykojmë që kjo është një veprim totalisht që bie ndesh me frymën e kodit zgjedhor, sepse ndikon drejt për drejti në një stres jashtëzakonisht të gjerë të shoqërisë tonë dhe të votuesve në Shqipëri, që për nga numri mund të jenë dhe shtresa kryesore e votuesve në Shqipëri, aq më tepër që dihet që janë dhe votues të rregullt. 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re, ndalohet një propozimi, miratimi ose nxjerrja e akteve ligjore ose nënligjore të cilat parashikojnë etj. Edhe duke qenë që miratimi i këtij akti bie jashtë kësaj periudhe, mendoj që nuk jemi në kushtet e ndalimit të ligjit, po mund të ishte edhe një vit më përpara dhe ndërkohë efektet praktike të aktit të miratuar qoftë edhe një vit përpara përkonin me periudhën zgjedhore. Në gjykimin e vlerësimit tim kjo është e qartë, ndaj do të vendosim pushimin e shqyrtimit administrativ. Por ky justifikim i kreut të KQZ-s që me ligj është institucioni që duhet të garantojë mbarvajtjen e zgjedhjeve, sjell përpasoj edhe sjelljen e jashtëligjshme të fenomeneve të blerjes së votës, siç ka ndodhur në të shkuarën, me shpërndarjen e bonuseve për rindërtimin asfalteve elektorale apo përdorjen e ndihmës për familjet në nevojë.